Hoxhë, për të lexuar Kur'anin duhet ta kuptojmë gjuhën arabe, duhet alfabetin arab, elifin ta mësojmë, më kupton. Ka disa që thonë as se si nuk më hin krije. Hi me mësu të dëni hoxh, kur çish nuk më muj me hi me mësu, me hin krije leximi i Kur'anit. Mësimi elifit, domethënë. Këtu është një problem të do njerëz që ka do zgjidhje psikologjike. Për çka zgjidhje psikologjike? Për shembull, ndëgjosh tani një emision në një televizor në Arabi, edhe i pyetën njerëzit në rrugë. Ju bëshin pyetje sugestive. Janë 10 të përgëzuarit për xhenet. I din këto, i ke dëgju. 10 vet ju ka tregu Muhamedi alayhis salam, filoni do të jenë në xhenet. Edhe ato titullojnë 10 të përgëzuarit për xhenet. Edhe e pyet ke gazetari, cilët janë, sa janë 10 të përgëzuarit për xhenet? U ndalke 7. E pyet ke tjetër, sa janë 10 të përgëzuarit për xhenet? Thoj ke 6 tjetri. Do të pse nuk ndalke pak me logjiku çka është duke pyet. Tash ka disa njerëz. Nëse pyet me cilën datë bën një motetori, se di me dish kam kaluar në shkollë. Ka njerëz ashtu. Me cilën datë bën 2 maj, nuk e di se di unë fort nuk kam. E tash çka problemi te ky? Në për monitora, në për vetura, tash këto moderne, kur ka dhe një defekt, kallët ajo sezore e jap një shenjë, një dritë. Edhe atyre ju ka kallë ajo drita, unë nuk di. Edhe ka fitu një bindje, unë nuk di. Këtë gjanët e di. Kerrin e vozit, kamion vozit, internetin e punon, këtë punë të di, këtë punë të di. Me vetë, dishka jo, se di këtë. Banja një pyetje sugestive, nuk e di. Kjo kategoria njerëzve, qka e kanë që këtë problem, unë nuk di, kjo ju kanë bjella tine, këtë duhet me ja heka ti dhe një psikolog, këtë punë i ka leta. Shumë e qartë. Këtë punë i ka leta. Mirë po, ka, tash, qka janë kësaj kategorie, këti nivelli, a mu janë hafizat Kuranit. Plot ka. Plot ka nuk din shkrim edhe lexim. Kuranin e din për menç. Plot ka janë të verbër. Kuranin e din për menç. Çka mungon këto? Mungon vullneti. Te ki mungon vullneti, a ana tjetër, Allahu e ka garantuar ruajtjen e Kuranit. Me çka e ka garantuar? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allahu ka thonë ne e kena zbrit Kuranin edhe ne do ta mbrojmë atë. E Kurani është mrekulli, edhe është i mbrojtur me mësimin e Kuranit. Kur e ka mundsu Allahu, kur e ka marrë përsi për ruajtjen e tij, ju ka mundsu edhe atyre për me mësu Kuranin për menç. Edhe atyre të cilët janë kësaj kategorie që ka thashë se janë bindur në vetveten e tyre, e kanë fituar një bindje se unë nuk di edhe nuk muj. Allahu çka ka thonë Kur'an? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Ne e kena bon Kur'anin të lehtë për me mësu. Kur'ani është i lehtë. Plot kije pleq të cilët janë moshën 70-75 vjeçare e din Kur'anin, e kanë mësuar me lexuar. Me mor tash mi pyet ato mësues të Kur'anit, muallimët, ka janë e kas janë. Kanë se ato që mësojnë për kurset Kur'anit nuk janë si në shkollë me klasa pare, 2, 3, 4, 5. Gjithë mësojnë klasën e parë Kur'an. Amo kanë nxënës ka 70 vjetë. Ka dikun 80 vjeta është i vjetër. E mëson Kur'anin. Tash para një jave, nështë këra rasti, po në rrjetet sociale dikun është arabisht, në Shqipë se ka postu dikush ajo, një punëtor i Sudanit në Arabinë Saudite në Riyadh. Masi ka dalë në penzion, në pleqëri, gjithmonë e ka pas gajlen si ta mësoj Kur'anin, ka dalë në penzion, pinë Riyadh, ka arë në Medine. Ka arë në Medine edhe ka shku në xhami të një i thojnë halka arabisht, na e përdorim halk. Me kumësohet Kurani, ka disa kurse zhvillohen ati në xhamin e Muhamedi alayhis salam Medine. Ka shku të një hoxh me mësu Kur'an, edhe tash pra një jave u bon hafiz i Kuranit. Hafiz? Cilën mosh? Si? Cilën mosh? 75 veçare. Ende se kam mbrojt me morë të thot atë diplomën, po tha jam në fazën e përsëritjes. E ka kri hifzin, tash është duke përsërit disa herë, që edhe me dalë edhe me morë diplomën e hifzit. Qërë kohë?
koha 75 veçare i plak. Po mirë, të tregoj edhe një rast. Nëse ke dëgju për Imam el-Kesai, këtë djetar, për djetarët vjetër, ka jetu në kohën e Harun el-Rashidit. Në qatë periud ka qenë, kohën e Abasive. Ka qenë çoban, ka pas mbi 20 vetë. Edhe duke i qu dhend për t'i kullot, atin në rrugë, një non po i vrapon fëmijës mrapa, apo fëmija i lazdrum, problematik. Hëtë shkopi thot me shku të xhamia me mësu Kur'an. Ai nuk shkoj, fëmi i lazdrum. Hajde po i bërtet tha, marabir, nëse nuk shkon me mësu Kur'an, dije se s'kur ki qobani ki e me metë. Edhe ki undalë, tha, mara si po më vlerësoj ka njerëzit, ka menu se jam unë e dikushja, më këto nëse nuk mëson, po u bankën se une, do në thot, aqë qenë ka më një gradë, më një dërejë aqë poshtë, edhe më njëherë, qish ka qenë duke i qu dhend me Mikolot, i ka këthi dhend për te pazari i kafshëve kua. I ka shku në pazar, i ka shqit dhend. Edhe më njëherë ka shku a registru më një halk, më një menë kumësot Kurani, më një xhami, edhe ato parët të cilët i ka marë prej dhendve që i ka shqit, i ka rujt për shkollim. Ka nis a shkollu edhe a bo njëndër letëzus të njohër të Kuranit edhe gramaticenteve më të njohër të kohës së ti në kohën e vetë. Aqë djetara mo, i madhë, mas asaj kohë, sa që Harun el-Rashidi ka qenë khalife. Edhe njërës të këtyre hulefave i kanë pas mësus të vetë, perandorët që kanë qenë, i kanë pas mësus të fëmijë vetë, ato nuk i kanë qu fëmijë në shkollë, me rëkejt speciale, kanë zjedhë mësusin më të mirë që ka qenë, me mësu fëmijët e atyre, a i ka shku e ka marë, e ka përzjedhë këtë, edhe ka shku në shpijen e këti, ka qenë këshilltari Harun el-Rashidit, apo edhe mësus i nxënësve të ti. Pse, kur e boni aj, e boni mas moshës 20 veçare. Do të mjafton, apo mungon vullneti, nëse kje vullnet, gjdo gjo mundesh me